Arben Ademi është me origjinë nga Kumanova, a jeton në Zvicër dhe mund të konsiderohet biznesmen i suksesshëm. Njihet si themelues i markës së parfumeve Gisada, e cila vitet e fundit ka debutuar fuqishëm në tregun zviceran. Kjo shihet kudo në hapësirat publike. Reklama të parfumit Gisada stolisin tramvajet në zyri, fanellat e klubit të njohur të futbollit FC Basel, muret e stacioneve të trenit dhe dyqanet, por sipas hulumtimeve të gazetave zvicerane të grupeve mediale ta media, Arben Ademi në biografinë e tij ka edhe një anë deri tani të panjohur. Nuk bëhet fjalë për parfum, por për propagandë, madje në shërbim të Shtetit Islamik, organizata famkeqe terroriste. Ndonse Ademi mohon akuzat, bashkëbisedimet të sigurta nga Policia Federale e Zvicrës sugjerojnë diçka tjetër. Gjithnjë sipas mediave zvicerane, Ademi dhe vëllai i tij paralelisht me themelimin e firmës së parfumeve Gisada u përfshin në Zvicër në një aksion të shpërndarjes së Kuranit. Aksioni njihet me emrin Lies, lexo. Ndonse shpërndarja e Kuranit nuk është ndaluar me ligj, prapa aksionit Lies qëndronte shoqata Feja e Vërtet me sedin në Gjermani. Këtë shoqate dominonin predikues radikal që synonin të ndihmonin depërtimin e Islamit radikal. Aktivistët e aksionit Lies ishin të pranishëm në shumë rrugë të Zvicrës, sidomos në Winterthur, afër Zyriut, ku nga viti 2012 u zhvillua një skenë e fanatikëve fetar mes tyre mjaft shqiptar, disa prej të cilëve përfunduan në Siri. I njohur është sidomos rasti i dy adoleshentëve, vëlla e motër, të cilët shkuan në Siri dhe u kthyen në Zvicër pas përpjekjeve të mëdha të prindërve të tyre. Këtë fat nuk e pati një sportist i sporteve luftarake me emrin Valdet Gashi. Ai shkoi nga Winterthur në Siri dhe u vra atje. Sipas Ministrisë së Brendshme gjermane, rreth 140 të rinj që kishin marrë pjesë më parë në aksionet për shpërndarjen e Kuranit, u bashkuan trupave terroriste. Arben Ademi i ka mohuar akuzat duke thënë se nuk ka qenë kurrë pjesë e aksionit Lies dhe se nuk i ka financuar atë. Ai ka potencuar se nuk ka pasur kurrë një procedurë penale kundër tij lidhur me këtë çështje. Jam sipërmarrës i modës dhe i stilit të jetës dhe nuk kam asnjë lidhje me mendësitë ekstremiste, ka deklaruar ai. Por në një raport hetimor, Policia Federale e Zvicrës e cilëson Arben Ademi si sponsor të projektit Lies. Ai detyrohet se e ka mbështetur aksionin me shuma të konsiderueshme parash. Edhe këtë e mohon Ademi. Akuzat e policisë rrjedhin nga procedurat penale kundër mbështetësve të ISIS në Gjermani, Zvicër, Gjermanofon për periudhën 2013-2016. Këto procedura nuk kishin të bënin me kompaninë Gisada, por në aktivitetet paralele të themeluesve të saj. Gjetjet e policisë për Ademin bazohen kryesisht në mesazhe të konfiskuara. Sipas dosjeve, mbështetja financiare e Ademit për Lies filloi më së voni në korrik të vitit 2013. Sipas mediave zvicerane, Arben Ademi thotë se nuk ka marrë pjesë kurrë në shpërndarjen e Kuraneve. Megjithatë, një video nga viti 2013 e shfaqet të pranë një stende të Lies në rrugën Bahnhofstrasse të Zyriut. Ademi thotë se nuk ka marrë pjesë aktivisht, por ka qëndruar aty për pak kohë si kalimtar. Një nga vëllezërit e tij, i cili mban rol udhëheqës në Gisada, si dhe një afërm tjetër kanë marrë pjesë në shpërndarjen e Kuranit, siç dëshmojnë fotografitë. Qëllimi i këtij aksioni sipas autoriteteve ishte konvertimi të pafeve. Në vitin 2013, një person i radikalizuar shkoi në Bosnjë me një vetur të një ndërmarrjeje telekomunikacioni, i cila i përkiste Arben Ademit. Në Bosnjë, personi në fjalë i njohur si Sandro V takoi predikuesin radikal Bilal Bosnić. Në këtë udhëtim, ata e shoqëruan një holandez dhe një i afërt i Arben Ademit. Kur u kthye, ata u kontrolluan nga rojet kufitare zvicerane dhe deklaruan se kishin qenë në Sarajevo për një projekt vish. Gjykata nuk e beson këtë version, duke supozuar se udhëtimi kishte shërbyer për përgatitjen e rrugës drejt kyçjes së Shtetit Islamik. Me njëherë pas vizitës në Bosnjë, Sandro V shkoi në Siri në një kamp stërvitor. Policia zvicerane shkruan se Arben Ademi i dha një ekstremist holandez rreth 6.000 deri në 10.000 franga për udhëtimin në Siri. Ademi thotë se kjo është e pavërtetë. Sandro V u kthye në Zvicër pas pak javësh dhe sipas gjykatës indoktrinoi të rinjt në mënyrë sistematike. Pas kthimit ai kishte kontaktuar me Arben Ademin. Sandro V është dënuar ndërkohë me 36 muaj burg për përkrahje të organizatës terroriste.